Tash për zonjën Osmani, unë mendoj se zonja Osmani shoku që nuk ka siguruar mbështetjen e partive politike për kandidaturën e saj për një mandat të dytë si presidente, po pret që të ketë një përkrahje nga presidenti Trump dhe kjo çështja e bordit të paqes ka qenë një mundësi e mirë e saj. Ndikon përkrahja president Trump, po themi në kontekstin gjithmonë ndikon çdo gjë që dërvaret nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ne i para zotit tha që presidenca e zonjës Jahjaga shoqëru me atë temën e zarfit. Pra, mendoj se zonjës Osmani ka ardhur kjo si një mundësi shumë ideale, nga që tash kur synon një mandat të dytë, bordi i paqes dhe prepozitës e presidentës e ka më lehtë të avokojë të lobojë që të ketë një mandat të dytë, është një situatë që kemi për herë të parë, se përderisa ne kemi pas zotin Sejdiu, president, ai pa dhënë dorëheqje nga posti shkaku i vendimit të gjykatës kushtetuese për të mos marrë dy pozicione të njëjtën kohë. Kishim zoti Pacolli që nuk zgjati shumë, kishim zonjën Jahjaga që nuk synoi një mandat të dytë dhe zotin Thaçi që i cili nuk arriti ta përfundoi mandatin shkaku i gjykatës speciale. Pra kemi një situatë për herë të parë ku një president që e përfundon mandatin e plot 5 vjeçar synon edhe një mandat të dytë, është një situatë e re, po ajo që di deri më tash dhe ju që parafrazuat në fillim të emisionit, zonja Erbolena Xheu ka thënë se ende nuk është plotësuar ndonjë kusht që i takon kandidatëve për të mbledhur 39 shkrimet, dhe kjo flet se këtu brenda taborit partijak politik në Kosovë, zonja Osmani nuk ka siguruar ende në shkrimet e nevojshme ose mbështetjen e nevojshme për të qenë që do ta diskutojmë më vonë këto më detaje si president. Okej, Maloku, a jemi po themi paktën viteve të fundit nga situatat që i përmendi edhe Xhevdeti për raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a jemi në momentin më të mirë në raportet Kosovë, se Vjosa Osmani përfaqësuese e Kosovës, presidenti i vendit, Shtetet e Bashkuara? Shpjegimi ishte shumë mirë tek dallimi që në vazhdimsi kemi pas në çdo kritikë që kemi pranuar nga Washingtoni zyrtar, ku bën atë dallimin mes qeverisë dhe shtetit e qytetarëve të Kosovës që dihet mirë filli. Disa herë kemi përsërit këto që modeli dizajn